Përshëndetje, mirë se erdhët. Si fillim po themi shërbimet e mia. Un kam 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave bëj lidhje të drejtë për drejta në lidhje me ciklin e anës ose pyetje përgjigje, siç po bëj dhe sot. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikime javore. Lidhjet e drejtë për drejta që bëjmë pyetje përgjigje, në përgjithësi, nëse nuk e shikoj shumë të domosdoshme, nuk i vetë kanali im YouTube, por përveç këtyre, si cikli i hënës, si parashikimet javore, mund t'i gjeni të gjitha te kanali im YouTube të nesërme. Ndërkohë që përveç këtyre kam edhe parashikjet e mia në televizione, edhe këto janë 2 herë në javë, është të hënë dhe të premte, janë tek kanali Odyssene dhe tek kanali Top Channel, njëra është në orën 9 të ditën e hënë, tjetra është në orën 10. Duke qenë se është e pamjaftueshme, ose mirë them, është e pamundur që t'jap informacione që mund t'ju shërbejnë të gjithëve individualisht, kam krijuar edhe shërbime personale, të cilat janë konsulta specifike për ju, ku bëhet analiza e hartës, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe në vartësi të saj ascendentin, analizën e lidhjes tuaj dhe në vartësi të tyre edhe parashikimin për të ardhmen. Mund të bëni parashikimin tuaj personal nëse më shkruani nga WhatsApp-i im. I vetmja mënyrë, i vetmja platformë tashmë që marr prenotime është WhatsApp-i, duke qenë se ishte e pamundur për mua që t'ju përgjigjesha mesazhet nga të gjitha platformat e ndryshme që më shkruanit. Prandaj dhe e kam të thënë shumë shpesh tashmë nëse më shkruani nga WhatsApp-i, në momentin e parë që gjej mundësi, ju kthej përgjigje dhe prenotoj. Një nga temat që doja të flisja është kalimi i Venusit tek shenja e Demit. Duke qenë se na lodhi disi kur ishte tek shenja e Dashit, tashmë do të ndjehemi goxha më pozitiv. Kalimi i Venusit tek shenja e Demit është një ndikim i cili neve na rrethon në mënyrë të dukshme, duke qenë se Venusi drejton shenjën e Demit. Pak më tepër ndihet është në fronin e saj, domethënë. Dhe na krijon të ardhmë materiale, burime. Kemi aftësinë që të perceptojmë se nga mund të vinë. Kemi një farë sigurie shumë më të madhe tek vetja. Pak më tepër që marrim dhe një ndihmë vërtet shumë të madhe nga familja në përgjithësi, nga rrënjët tona, duke qenë se ka lidhje edhe me tokën, dhe të gjitha ato çfarë mbollëm gjatë muajit të kaluar, fillojmë dhe i shikojmë rezultatet tani. Ndërkohë që të gjitha marrëdhëniet sentimentale stabilizohen, vjen një rend të ri, pra pak më tepër që kjo hënë e plotë që do të jetë tani, do të ketë edhe atë si ndikim. Kur bëra parashikimin për hënën e plotë, që është në datën 3, e përmend edhe këtë si gjë. Duke qenë se Venusi do të jetë i vendosur tek shenja e Demit gjatë kësaj hëne të plotë, krijon një stabilitet vërtet shumë të madh, pavarësisht se ka këndë negative, pavarësisht të gjitha atyre. Normal që shenja që ndikohen më pozitivisht është shenja e Demit dhe shenja e Briciapit, në këtë pikpamje të paktën. Shenja e Demit, duke qenë se është drejtuesi i tij dhe mbi të gjitha kur Venusi futet në një shenjë, duke qenë se është një planet benefik, sjell shumë të mira në jetën tonë, sjell mirëqenie në jetën tonë, dhe sidomos tek shenja e Demit, duke qenë se ndihet në këtë frymëmarrje, detyrimisht edhe shenja e Demit do të ndikohet në këtë aspekt. Prandaj edhe të gjithë personat tek shenja e Demit që kanë pasur problem për të kryer stabilitet gjatë gjithë kësaj periudhe, sepse kanë pasur ndryshime të shpeshta, do fillojnë të ndjejnë një pozitivitet në lidhje me të ardhurat materiale të paktën, dhe kjo do të bëjnë që të ndjejnë më të sigurt. Shenja e Dashit ka pak a shumë të njëjtin efekt, duke qenë se shenja ose Venusi po kalon pikërisht tek shtëpia e tyre të ardhurave materiale, prandaj detyrimisht ndikohet në këtë mënyrë. Ndërkohë që shenja tjetër që thashë ndikohet shumë pozitivisht është shenja e Briciapit, duke qenë se i hapet fati, vërtet domethënë, sidomos në lidhje me çështje sentimentale, shumë herë më tepër, ka një krijimtari më të lartë dhe kjo përkthehet drejt për së drejti, të paktën këtë herë domethënë, përkthehet drejt për së drejti në arritje vërtet shumë të madhe të mirëqenies, të përgjithshme. Ka një moral vërtet shumë të lartë. Prandaj përkthehet në një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Shenja e cila është pozitive, po në të njëjtën kohë duhet jetë e kontrolluar, është shenja e Peshorës. Arsye që është pozitive është drejtuesi i saj, që është Venusi, pra është në një shenjë tjetër që është drejtues, por nga ana tjetër, duke qenë se ka kënd negativ me Peshorën, detyrimisht duhet jemi të kujdesshëm, të hapim sy të mirë, pra, dhe nëse shikojmë diçka që nuk shkon,
të marrim masa dhe të veprojmë, jo impulsivisht, po të veprojmë në moment, pra, të mos e lejmë që të zjatet puna, sidomos në lidhje me bashkëpunimet, në qoftë se bëjmë këtë veç edhe për shenjën e peshores, ka të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Ndërkohë që për shenjat e tjera po i marr gradualisht me radhë, ose më themi ato çfarë ka ngel, po i them pak me radhë. Shenja e binjakëve, ndikimi më të fuqishëm që ka është nga Venusi tek shenja e Demit, është se ka probleme disi për të shprehur ndjenjat. I ka pak më të përjeton nga brenda, domethënë. Në këto momente, ose paktën këtë vit nuk është se do të jetë shumë problematik, arsye që nuk do të jetë problematik, është sepse është fokusi kryesor tek të ardhur materialet dhe tek kariera në përgjithësi. E pak më tepër që e njëjti Venus do të ketë kënde pozitive me Mërkurin, duke filluar nga java që vjen, që nuk është mund të them se është diçka shumë negative, pavarësisht se nuk do të kemë mundësi të shpreh ndjenjat ashtu siç do, nëse thjesht pushojmë pak, i marrim pak gjë me qetësi, mund të gjejmë fjalët e duhura dhe artikulohemi për ashtu siç duhet. Kemi një paqe, domethënë, ose më themi shërim të botës së brendshme, sepse fokusohemi tek gjërat që mundemi t'i prekim. Për këtë arsye shenja e binjakëve gjithë këtë periudhë do ta kalojnë në mënyrë pozitive, pra do ta kalojnë shumë më thjesht se vitet e kaluara. Kur Venusi është vendosur tek shenja e Demit, vërtet që ndjehemi të gjithë mirë, domethënë. Pak më tepër që edhe nga data 9 tetutit do të kemi edhe kalimin e Marsit tek shenja e Dashit. Pra, të gjitha planetet do të jenë vendosur aty ku duhet, le të themi, dhe prandaj edhe mund edhe të manovrojmë shumë më mirë situatën. Ndërkohë që shenja e radhës, që është ajo e Gafores, shenja e Gafores nga kalimi i Venusit tek shenja e Demit, pra nga dita e sotme, nga data 3 mars deri 30 mars deri në datën 25 prill, ka ndikime shumë të fuqishme në lidhje me realizimin e ëndrave, qëllimeve, merr një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria, madje komplet koncepti i shoqërisë, mënyra se si prezantohet edhe në grupime, në organizata ndryshon, ka një vlerësim shumë më të madh. Pak më tepër këtë vit e ka dhe shumë më tepër se sa të gjitha vitet e tjera. Këtu, sepse ka punuar shumë shenja e Gafores, do t'i këshilloja vetë atë që thash sot dhe që kam thënë gjatë parashikimit të javës që bërë tek kanalim, që të mos mbyllem në guack. Në këto momente të mos të kuremi, domethënë mos e zvoglojmë veten tonë. Do kemi shumë sulme nga jashtë, kjo është edhe arsyeja që po e them, sepse pak a shumë sistemi do të na sfidojë ose do të testojë. Jemi apo jemi gati për jetën që ne dëshirojmë, domethënë, nëse e kalojmë këtë si sprovë, që gjithë këtij muaji do të fillojnë që të vinë jetën tonë elemente të cilat ne do i përdorim. Ana tjetër që shumë pozitive, mund të përballemi edhe me personin e jetës. Shenja e Gafores këtë muaj ka pozitiv, domethënë në përgjithësi është një nga shenjat më me fat të muajit prill. Dhe pak më tepër, një nga arsyet që është më çfat është edhe Venusi, më të themi. Shenja e Luanit, kur kemi Venusin të vendosur tek shenja e Demit, për shenjën e Luanit është luftë dhe fitim. Domethënë, në fund të çdo betejë ka një farë shpërblimi, rritje të madhe, të vazhdueshme, por kjo siç e thash nuk është se vjen thjesht, duhet vërtet betejë, domethënë në mënyrë që të provoj veten e tij. Është një ndikim shumë më pozitiv në lidhje me karrierën dhe për të gjithë personat të cilët nuk janë në një lidhje stabël, që janë akoma, domethënë nuk e dinë, kanë një këmbë brenda, një këmbë jashtë. Këta fillojnë të gjejnë një balancë shumë më të shëndetshme në këto momente. Dhe në lidhje me karrierën, siç e thash, kanë një rritje kolosale, por kjo është vërtet duhet të luftojnë, domethënë, për të marrë meritën e tyre. Dhe në qoftë se i dalin përpara mundësi t'i përdorin në maksimum, sepse është moment shumë pozitiv në lidhje me këtë temë, domethënë në lidhje me karrierën, për të kryer një farë autoriteti në çfarë do lloj profesioni që jeni. Ndërkohë që në lidhje me çështje sentimentale, siç e thash, është ky lloj ndikimi. Këto ditë mund të jenë pakës të vështira për të menaxhuar, jo se janë negative, janë thjesht të vështira për të menaxhuar, sepse po krijojnë dinamika të re tek marrëdhëniet. Sidomos komunikimi ka shumë rëndësi, duhet të jeni shumë të kujdesshëm në mënyrë se si shpreheni. Por nëse bëni këtë, pra nëse jeni të kujdesshëm në mënyrë se si shpreheni, çdo gjë tjetër vjen vetvetiw. Shenja e Virgjëreshës, kur Venusi është tek shenja e Demit, për Virgjëreshën domethënë një çlirim vërtet shumë i madh.
është çlirim shumë i madh sepse gjithë presioni që është ndier gjatë gjithë periudhe, konsumi pa kuptim, kërkesat pa kuptim që ka nga gjithë ambienti rreth rrotullt, tashmë zhduken. Prandaj dhe shenja e vergjithësisë ka më tepër aftësi që të krijojë diçka më stabil. Si në të ardhur materiale, po ashtu dhe marrëdhënë ne fillojnë të zbukurohen vetvetiu, fillojmë dhe ne perceptojmë gjërat që ne mund t'i kemi sforcuar shumë më tepër se çfarë duhet, prandaj për shenjën e vergjithësisë, kalimi i Venusit tek shenja e Demit është shumë pozitiv. Mund të thotë periudhë që udhëtoni shumë, mund të thotë periudhë që zgjeroheni shumë, mund të trajnoheni, po në përgjithësi zbukurohet jeta, domethënë doni apo s'doni ju, sepse është pak a shumë një shpërblim hyjnar kjo si periudhë. Pra deri në datën 25 prill do të jetë e tillë, duke filluar nga dita e sotme. Shenja tjetër e radhës është, ka qenë se peshorën e tham, është shenja e Akrepit. Për shenja e Akrepit, kalimi i Venusit tek shenja e Demit, domethënë dashuri. Vërtet, domethënë është periudhë ku janë të dashurojmë vazhdimisht me jetën, me njerëzit që kemi rreth rrotull, me veten. Është ndikim shumë më pozitiv për këtë arsye. Të gjitha partneritetet shndërrohen në diçka shumë fitimprurse, si morale, po ashtu dhe materiale. Për këtë arsye, Venusi kur vendoset tek Demi, për shenjën e Akrepit, mund të them që është pak a shumë një periudhë art, pak më tepër plus, domethënë në këto momente shenja e Akrepit ka fat, domethënë ka fat vërtet shumë të madh sepse ka një krijim të ri vërtet shumë të lartë. Në datën 9 do të kemi kalimin e Marsit tek shenja e radhës, që është ajo e Dashit. Deri në atë datë do të vazhdojmë që të jemi aktiv në lidhje me krijimtarinë, por pas asaj date do të këshilloj vërtet që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, pak më tepër që edhe Urani në atë periudhë do të kalojë te grada e fundit të shenjës së Demit. Prandaj dhe mund të kenë një probleme me familjen e bashortit ose bashortës. Kjo është tema që do të këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm, në qoftë se jeni të vëmendshëm në këto relata, domethënë, e keni shumë të thjeshtë gjithçka tjetër, domethënë, ta anashkaloni. Kjo është vetëm një domethënë pak shumë si trik që mund të jap. Ndërkohë që shenja tjetër është ajo e Shigjetarit, kur Venusi vendoset tek shenja e Demit, për shenjën e Shigjetarit futet në periudhën që fokusohet vetëm tek puna, tek jeta e përditshme, për të rregulluar, për të vënë një rend të ri, nëse domethënë ka pika të cilat nuk i pëlqejnë tek pamja e jashtme, fillon dhe i zbukuron ato, nëse ka persona me të cilët deri në këtë moment mund ta ketë shijuar kohën, tashmë ndoshta mund të fillojë që të mos i pëlqejë më fare, ose të rikthehet në disa zakone të vjetra, të cilat janë në përgjithësi zakonet që e zbukurojnë jetën e tij, nuk kurse janë vese, domethënë janë zakone të mira në këtë rast, të shëndetshme. Fokusohet më tepër te shëndeti në përgjithësi, dhe ky shëndet domethënë e ndikon në mënyrë shumë pozitive si në botën e tij të brendshme, po ashtu edhe në botën e jashtme. Kemi zbukurimin e jetës së përditshme, zbukurimin e shtëpisë, zbukurimin e ambientit, është vërtet shumë pozitive si periudhë, sepse rritet shumë efikasiteti. Ndikimi që do të jetë, domethënë gjatë kësaj periudhe që mund të jetë disi problematik në lidhje me shëndetin, kemi një ndikim të tillë, por kjo nuk është nga Venusi, është nga Urani, duke qenë se do të jetë i vendosur tek shtëpia e shëndetit, tek shenja e Shigjetarit, dhe kjo mund të thotë edhe probleme të rëndësishme tek pjesa e fytyrit. Prandaj, të gjithë ata që kanë probleme si me alergjitë që janë në këtë moment, po ashtu dhe vetvetiu, mund të kemi probleme edhe me tiroidet ose me gjëndrat në përgjithësi, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, duke filluar nga data 9 e tutit të ndihmë edhe më tepër, por edhe deri në atë datë jemi të kujdesshëm, nuk na dëmton. Shenja tjetër është shenja e Ujorit, duke qenë se Bricjapin e tha. Shenja e Ujorit zbukurohet në përgjithësi jeta, një lloj siç ishte tek shenja e ndjes. Zbukurohet në përgjithësi jeta brenda shtëpisë, brenda banesës, për shenjën e Ujorit. Kjo është ndikim vërtet shumë i fuqishëm pozitiv, pak më tepër që pasi të kalojnë këto 4 ditët e para, duke qenë se në këto momente do të krijohet një kënd negativ me Plutonin, edhe pse mund të vinë gjëra pozitive në jetën tonë, nuk mund të i vëmë re shumë mirë, domethënë. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që thjesht
këto momente ti marrin pak më tepër qetësi, nëse del një problem brenda shtëpisë me marrëdhënie familjare, domethënë ti te kaloj me shaka apo mirë thash, sepse vërtet që në qoftë se kemi gaz hare brenda shtëpisë, të gjitha problemet që mund të kemi në ambient i te kalojmë shumë thjesht. Madje mund të krijojmë një farë stabiliteti sepse ndihemi më të sigurt, dhe nëse ndihemi të sigurt detyrimisht gjithçka e shikojmë më tepër prakticitet, më tepër me nefregizëm, le të themi, prandaj dhe kemi shumë më thjesht të te kalojmë. Në përgjithësi për shenjën e ujorit, periudha kur Venusi është i vendosur tek shenja e Demit, pra që do të zgjasë deri në datën 25 prill, është një periudhë ku dashurohet me rrënjët e tij ose me thelbin e tij dhe për këtë arsye shumë pozitiv, pak më tepër që kemi dhe aftësi për të ndërtuar shtëpi, për të ndërtuar familje, shumë herë më të shëndetshme dhe të bijem përsëri në dashuri me marrëdhëniet tona familjare në një farë mënyrë ose me bashortin ose bashorten tonë. Është një periudhë pozitive për këtë arsye dhe kjo mund të përkthehet në të ardhmen dhe me lindjen e fëmijëve. Ndërkohë që për shenjën e peshqeve, kalimi i Venusit tek shenja e Demit edhe për ta është një periudhë pozitive. Kjo është edhe arsyeja që për shenja e peshqeve, muajin prill, një ndër arsyet më të rëndësishme që muajin prill e ka shumë pozitiv. Është një ndër fazat në të cilat shenja e peshqve tashmë nuk ka pengesa më. Të gjitha pengesat që kishte i te kaloi. Të gjitha planetet që e pengonin për të lëvizur, për të avancuar, tashmë kaluan tek shenjat e radhës. I fundit që ka ngelur është Marsi dhe Marsi do të kalojnë datën 9 prill. Gjithsesi, pavarësisht për të gjitha këtyre, duke qenë se Marsi do të ketë kënde pozitive me Uranin gjatë gjithë pjesës së fundit të udhëtimit të tij, i ka shumë të thjeshtë një peshqve që ti te kalon problemet. Deri në datën 25 prill kemi një zbukurim në mënyrën e komunikimit. Kemi aventurë nëpërmjet kontakteve të reja. Hyn në jetën tonë persona të cilët ne na bëjnë që të ndihemi shumë mirë, të cilët na argëtojnë, të cilët na bëjnë që të shikojmë anën pozitive të jetës. Kalojmë më tepër kohë me persona të cilët janë pozitiv dhe edhe na të sifrojmë na ngjisin pak a shumë. Për këtë arsye kemi edhe më tepër mundësi që edhe nëse në këto momente kemi probleme, të mund të dimë se si t'i kalojmë. Faktikisht shenja e peshqeve ka shumë fat në këto momente, po mund të jetë shumë e lodhur, sepse ka pasur shumë probleme, prandaj edhe mund të jetë pak pesimiste. Kjo është edhe arsye që gjatë gjithë muajit prill do të kuptoj që nuk ka më nevojë që të jetë pesimist dhe do të filloj që të avancoj përpara, pra sepse do të jetë më tepër i fokusuar tek zhvillimi, tek zgjidhja e problemeve e të tjerë. Okej, pra shumë faleminderit edhe një herë dhe mirupafshim.